10:31. Jemi shumë të saktë. Jemi të saktë, tamam në kohë, si që përmendëm edhe në fillim, Valbona. Edhe besoj që një pjesë e shikuesve që e din, edhe mezi e presin, ta dëgjojmë, po për ata që nuk e din, duhet u rikujtojmë. Unë do doja pak të bëjmë një hyrje dritore për të biseduar për temën që do të bisedojmë, do të thjellëzojmë së bashku edhe me doktoreshën. Ne do të flasim për një kohë ku ritmi i jetës është pak si shumë i shpejt në fakt, edhe gjithmonë sfida shëndetësore po shtohen. Kujdesi për trupin, për mendjen bëhet thelbësore. Pikërisht ne sot do të kemi kënaqësinë të flasim dhe të mirëpresim në lidhje të drejtë për drejtë doktoreshën Nakshia Ismaili Xhelil, e cila do të ndajë me ne një huritë mbi rëndësinë e kujdesit parandalues, shëndetit mendor dhe rolin e vitaminave mbi të gjitha në mirëqenjen tonë. Do të ndalim edhe tek zhvillimi i fëmijëve, tek rëndësia e vëzhgimit të hershëm. Së bashku me ne kemi doktoreshën Nakshia që nga lidhja e largët e Gjermanisë, por e afërt me një lidhje të drejtë për drejtë. Mirëmëngjesi dhe faleminderit shumë që pranove ftesën tonë, doktoresh. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, përshëndetje Valbona dhe Dritero. Kam kënaqësinë kem në këtë emision. Përshëndetje të ngrohta nga një Gjermani e ftohtë. Sot e kemi filluar ditën me borë. A ka filluar me borë atje? Po, kur jemi zgjuar mëngjes, kemi fillu ditën me borë, ishte 2 gradë, tash ngjehet sikurse -5, është vërtet ftohtë. Do kisha thënë të na ftosh të vim atje, mirë po faleminderit shumë për ftesën, jemi mirë, mendova që ne jemi më keq, mirë po pas ka edhe më keq. Edhe më keq, por jo, unë do thoja që është me bereqet, se që bora është bereqet, të themi. Po, çka është edhe interesantja se këtu 4 stini i kalojmë në një ditë, prisim edhe të vjen dielli tash. Shumë mirë. Ku jemi këtu, unë do doja t'ju pyesja doktoresh në lidhje me temën që e kemi për ditën e sotme, sepse sot temën e kemi trajtuar me shikuesit tanë, ndryshimi i stinëve është një sfidë për trupin, qoftë fizik, mendor, po reflektojmë sepse edhe ndryshimi i orës, po siç e ndoqëm edhe kronika. Shumë ndryshime, nuk e di shumë gjëra, si puna e 4 stinshit. Që ndodhën brenda dite. Çdo ditë në studio kemi tema të ndryshme që i diskutojmë edhe me të ftuarit tanë, dhe sot pikërisht dëshëm pak ta përshtasim edhe me profesionin tuaj, pra ndryshimin e stinëve, çfarë sfide i shkakton edhe trupit tonë. Si mund të na përpiloni kështu një mendim tuaj profesional? Po patjetër, atëherë si që dimi kemi 4 stinët, shumë të bukura për neve. Zakonisht në Gjermani është një fjalë që thuhet, nuk ka stinë të keqe, po ka veshje të jo komode. Jo adekuate, e qartë. Jo adekuate për aty. Sigurisht. Po, do kisha kërkuar ndjes nëse nuk mund t'i gjej fjalët e dukura, për shkak se me shqipen, me shqipen kam pak vështirësi, për shkak se nuk lexoj shumë mirje, shumë mirje. Jemi shumë të lumtur. Faleminderit. Atëherë, po, si që dim në stinën e dimrit shtohet më shumë depresioni, për shkak se është mungesa e diellit dhe e dim se dielli është një antidepresant natyral dhe këtë e kemi në verë. Shumë vërtet. Por i kemi të alergjit edhe virozat e shumta që të paktën në këtë pranverën që ne nuk e shijojmë në vendin tonë, sepse na mungon gjithmonë pranvera, sikurse futemi nga dimri direkt në verë, mirë po dhe këto virozat dhe alergjit e shpeshta. Ndodh që edhe në vendet të ndryshme të Europës, pikërisht në Perëndim, të ketë po aq shumë pacient me alergji, apo vetëm ndodh kjo më shumë në Ballkan, ndoshta? Se di pse kemi temperaturën në kam një pyetje tjetër për doktoreshën. Ma thuaj. Doktoresh, a ka popull në botë si e përdorim ne antibiotikun? Atëherë, mund të them ka një vit që kam filluar të punoj dhe mund të them vetëm një herë është që kam përdor antibiotik që i kam shkruar një recetë pacientes. Vetëm një? Vetëm një herë. Dërsa tek ne jepen që në muaj të 6 muaj fëmija i vogël ose 3 muaj. Po jo, ne i kemi si vitamina, ashtu si i keq përdorim pak a shumë, mund të themi. Po, aty është problemi për shkak se me përdorimin e antibiotikut edhe na zvoglohet edhe imuniteti, na dobësohet në fakt imuniteti edhe fitojmë atëherë me njëherë një smundje tjetër të radhës pas mbarimit të antibiotikut. Unë do doja pak të ndalemi tek profesioni vetë doktoreshës Nakshie, e cila unë jam shumë e lumtur që të na informon pak më shumë për klinikën ku punon dhe vepron, është klinika psikosomatike dhe psikoterapike.
Unë do doja pak të na njoftosh sepse në bisede e sipër së bashku, kur ishim duke diskutuar edhe të jesh e ftuar në emisionin ton, më the që kjo klinikë dhe këto trajtime të ndryshme që ju ofroni ka vetëm në Gjermani, në Britani dhe në Zvicër. Unë dua pak a shumë të na i bësh një përmbledhje të profesionit tuaj dhe të na tregosh pikërisht pak më shumë edhe për klinikën dhe shërbimet që kryen në klinikën tuaj. Po patjetër, vetëm kisha dashur shkurt të bëj një prezantim për veten. Po, patjetër. Atëherë jam e martuar dhe kam një fëmijë 3 vjeçar, jam e lindur në Shkup dhe këtu nuk mund kisha dashur ta cekë se dritarët e shtëpisë time kanë qenë në oborën e Valbonës, kështu që Valbona është një kujtim i fëmirisë time. Jemi rritur së bashku. Valbona është një kujtim i fëmirisë time. Unë jam shumë e lumtur na këshiet që sot e kemi një diskutim këtë ndryshe nga fëmijëria jonë, mirë po se gjithmonë ke pasur ambicje dhe unë e kam ditur që do të arrish majat e suksesit dhe profesionit tënd. Faleminderit. Njëjtat i kam pas edhe për ty. Faleminderit. Atëherë shkolla fillore dhe të mesme e kam mbaruar në Shkup, pastaj vazhdova studimet në Turqi dhe në vitin e fundit shtova interes për të bërë specializim në Gjermani. U pranova në Gjermani dhe tani jam si asistente mjeke në psikosomatik psikoterapi. Është një klinikë e re moderne. A mund të na shpjegosh pak më shumë këtë psikosomatikën dhe sëmundje psikosomatike dhe psikoterapi. Për psikoterapi kemi dëgjuar pak më shumë, mirë po kjo tjetra moderne diçka. Sëmundje të cilat me trupin, kur kalon disa shokë aftershock. Patjetër, atëherë vetë fjala psikosomatik, psiko është mendje dhe soma është trupi. Merret me lidhjen shumë të fortë që ekziston midis mendjes dhe trupit. Këtu kisha dashur edhe të cekë se unë studimet i kam mbaruar në vitin 2020, por nuk është se i kemi dhënë shumë rëndësi pjesës psiqike të pacientit. Më shumë kemi qenë të fokusuar në simptomet. Dhe kur erdha në Gjermani, në këtë klinikë, fitova komplet një kuptim tjetër të një paciente. Pacientin duhet ta shohim me mendje dhe trup në tërësi, jo vetëm për simptome. Një pjesë. Patjetër. Këtu shpesh i trajtojmë anksin, stresin, të cilat mbeten vetëm si, do me thonë, këto sëmundje nuk mbeten vetëm si përjetime emocionale, por shfaqen edhe në trup. Shfaqen si sëmundje e lëkurës, shfaqet me takikardi të zemrës, do me thonë, diçka që nuk është organike. Unë kam parë disa raste, doktoresh, kam parë disa raste ku kanë vuajtur dhe kanë qenë disa persona në antidepresant të ndryshëm, mirë po që është paraqitur nga ankthi shumë, ndonjë alergji në trup, domethënë ndonjë skuqje në ndonjë pjesë të trupit. Pra pikërisht që nga kjo më duket ajo që ndikon nga ajo psiqike dhe në pjesën trupore. Të ndalim pak tek klinika, të ndalim pak edhe tek klinika akute në fakt të cilën ju edhe veproni. Pse konsiderohet si risi në Europë dhe pse e gjejmë vetëm në pak vende dhe jo në më shumë vende të Europës? Po, atëherë, siç kam lexuar edhe për këtë klinikë, kjo është një klinikë moderne në 2 dekadat e fundit. Domethënë në Gjermani ka filluar të njihet në vitin 1950, herën e parë në Heidelberg, në Universitetin e Heidelbergut, pastaj e merr, si themi, ka filluar të njohet më mirë dhe të pranohet edhe në universitete në vitin 1990. Prej atëherë që tani vazhdon të trajton pacientët në tërësi, jo vetëm në simptome. Fantastike. Shumë mirë. Unë do doja ta pyesja doktoreshën se sa është i rëndësishëm kujdesi parandalues për shëndetin e përgjithësi. Që mos të arrijmë deri tek diagnozat më të vështira. Si mund t'i parandalojmë këto shenjat, të cilët ndonjëherë mund na lënë edhe fatkeqësisht gjëra jo të këndshme në shëndetin tonë? Po patjetër. Atëherë mund të them se kujdesi parandalues është thelbësori për shëndetin tonë në përgjithësi. Shpesh ne kujtohemi për shëndetin vetëm në momentin që paraqiten problemet, por në fakt e rëndësishmja është ta parandalojmë atë para se të bëhet. Dhe kjo bëhet më shumë me kontrolle të rregullta të mjeku i familjes, më e thjeshta është një stil i jetës së shëndetshme. Do me thonë këtu hyn ushqimi i shëndetshëm, aktivitetet fizike,
nëse nuk kemi mundësi të bëjmë sport, atëherë më e mira është çdo ditë minimum 30 minuta të ecim. Ecje në këmbë, domethënë. Dhe ndoshta do ishte më e mira të kisha përmendur të parën është higjiena e gjumit. Gjumi është një nga... Gjumi, dritro. E Gjumi. kemi, doktoresh, e kemi një pacient këtu Unë jam një pacient, tavolinën tonë, që kam probleme dritroi. gjumi, doktoresh, nuk flej. A mund ta bëjmë kështu një seancë pak më të hapur, si mund ta detyrojmë dritrorin që të flen të paktën 4 deri në 5 orë, sepse është e pamundshme që dritroi të bën 8 orë gjumë kështu Atë si kam bërë si fëmijë në djep. Unë mendoj, sepse doktoresh, ne këtu në tryezën tonë nuk ndajmë, si të them, diagnozat të shumë, mirë po unë se di pse mendoj që dritroi ka problem që nga fëmijëria e tij, pasi që edhe vetë e ka shprehur, me hormonin e gjumit, unë mendoj që lidhet shumë. A mund t'ja bëjmë një terapi falas kështu si ta këshillojmë dritroin? Vetëm kujdes që mos ma paksoni gjumin. Jo, asesi. Vetëm çka mund të shtojmë. Jo, vetëm ta shtojmë. Patjetër se gjumi i shëndetshëm do të thotë të jetë 7 deri në 8 orë, jo më shumë dhe jo më pak. Do ishte ideale, por atëherë do më duke sikur dalë si arriju nga shpella. Duhet doktoreshës më shumë informacione rreth, domethënë, si të them, shëndetit tënd për të mundur edhe normalisht të jep një... Të paktën çdo trup është i ndryshëm nga tjerët. Po. Edhe kjo është kush se si ndjehet. Unë për shembull me kaq sa bëj, ndjehem shumë mirë. Po ti nuk bën dritro, 1 orë deri në 2 orë gjumë nuk është gjumë. Po 3 orë e kam shumë maksimumin. Po njerë në vit e bën atë 3 orë. Ndjehem mirë. Nuk e di mua di si nuk më hyn. Unë doja të flas me doktoreshën në lidhje me shenjat të cilët i jep trupi dhe mentalitetin që Gjermani si popull a din të lexojnë shenjat dhe si jemi ne këtu në Ballkan. A dim të lexojmë shenjat që na jep trupi apo i neglizhojmë. Me që ke jetuar edhe këtu, edhe atje, me siguri që di të bësh një komparacion të leximit të shenjave që po na jep trupi. Dita dhe nata si njerëz. Atëherë kisha dashur, nga përvoja kisha dashur të thekë se populli gjerman me dekada të shumta e njohin veten më se më shumë. Nuk di, unë çuditem se si merren me veten, ndërsa e jona është pak më ndryshe. Ne merremi me të tjerët, në vend se të merremi me veten. Kjo është problemi më i madh që mund të ketë një njeri në fakt. Duhet të merremi, të kujdesemi për veten, të kemi respekt për veten, do me thonë, nëse ne njohim veten atëherë do të jemi edhe të gëzuar, do të jetë edhe trupi jonë i gëzuar me neve, po edhe ne me të. Shumë e vërtet, mbi të gjitha kur merremi me shëndetin ton, ne në të njëjtën kohë e duam, po dhe kemi, si të them, kemi respekt për veten, por edhe për familjarët tanë, sepse ne nuk jemi të vetëm në këtë botë. Unë do doja pak a shumë të flasim edhe për kontrollet rutinë që çdo njeri duhet t'i bëj. Si kur të fillojmë domethënë nga, nuk e di unë, analizat e gjakut të thjeshta, apo analizat pak më thellësore, sa është e rëndësishme që të bëhen ato kontrollet rutinore tek mjeku am, duke filluar nga mjeku am, pastaj edhe tek specialistët të ndryshëm të fushave të ndryshme. Po, atëherë kontrollet rutine bëhen, në fakt fillohen te mjeku am. Një herë në vit është e rëndësishme që të kontrollojmë gjakun, analizat e gjakut. Kontrollet tjera që duhet t'i bëjmë dhe që janë shumë të rëndësishme është ne e quajmë screening. Kjo është më shumë për ta diagnostikuar ndonjë sëmundje si kancerit në fazë të hershme ose për ta parandaluar atë. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme dhe ne kemi humbur këtë informacion si popull. Atëherë mund të them disa me moshë dhe me gjini, po me rënditje. Fillojmë prej moshës 20 vjeçare. Një femër e moshës 20 vjeçare është shumë e rëndësishme të ketë një kontroll ginekologjik për kancerin e qafës së mitrës. Nga mosha 20 vjeçare? Nga mosha 20 vjeçare. Pastaj e kemi... Patjetër. Pastaj e kemi edhe në moshën 30 vjeçare fillon kontrolli i xhirit në mënyrë rutine, edhe kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj kisha thënë nga mosha 35 vjeçare rekomandohet një kontroll i përgjithshëm çdo 3 vite te mjeku familjar për tensionin e gjakut, për nivelin e lartë të sheqerit në gjak dhe për yndyrnat. Këto janë shumë të rëndësishme.
Dhe këtë që e kam parë edhe në Gjermani, që është shumë e rëndësishme, çdo 2 vite duhet ta bëjmë kontrollin e lëkurës te mjeku familjar. Lëkurës. Po pse është Lëkurës, ka për filluar shkak të të shpeshtohet kancerit të kanceri i lëkurës. lëkurës. Po, një gjë që unë nuk e kam bërë asnjëherë, a konsiderojmë si një paciente që vizitoj mjekun kur jam e shëndosh. Kjo është motoja ime, doktoresh. Unë shkoj tek mjeku kur jam e shëndosh, sepse kur jam e sëmur, atëherë më ja kam bërë vetës. Ja kam bërë vetës. Mirë po ja që kjo është një informacion shumë i dur, sidomos për mua, që të shkoj dhe të kontrolloj lëkurën që nuk e kam bërë asnjëherë, sidomos këto ndryshime të vogla në lëkurë, të cilët japin shenja, ata nuk duhet neglizhuar asnjëherë. Po, dhe unë që e dua shumë diellin, normalisht që mbrohem, gjithmonë mbrohem, mirë po që e dua dhe kështu e kam për dëshirë të fërgohem pak. Patëm edhe dermatologën që na informoi Po, që duhet çdo ditë thyer trupi. Në 4 stinët e vitit. Të hidratohet patjetër. Të flasim pak edhe për shëndetin e meshkujve me moshë, kështu pak a shumë si shkon. Kontrollet rutinore që duhet t'i bëjnë edhe ata. Po, atëherë meshkujt fillojnë nga mosha 45 vjeçare, rekomandohet kontrolli i prostatës për të parandaluar hiperplazinë e prostatës apo një kancer të prostatës. Pastaj në moshën 50 vjeçare, edhe për gratë, edhe për meshkujt është e rëndësishme që çdo 10 vite të bëjmë kontrollin kolonoskopi. Do me thonë kontrollin e zorës trash. Mbjeket se kam shumë histori të trishta edhe të familjarëve të mi që në moshën mu në këtë moshë, 50-55 vjeçare, janë diagnostikuar me kancerin e zorës së trash, por fatkeqësisht në stadin e fundit të jetës, për shkak se është një smundje që është kështu latente, do me thënë e qetë, nuk jep simptome. Momentin që të jep simptomin është vonë. Është vonë. Po pra është pa asimptomatike është si lloj sëmundje, e cila nuk jep asnjëherë shenja, por thjesht me një kolonoskopi mund të zbulohet. Është sëmundje e heshtur shumë, e frikshme. Për të rikthyer pak më parë, pra për të rikthyer deri tek përforcimi i imunitetit, do të thoja unë, kemi shumë vitamina, të cilat tashmë edhe kemi shumë në treg, mirë po unë gjithmonë bazohem tek ushqimi, munduhem që nga ushqimi për t'i marrë këto vitaminat. Mirë po për të u kthyer pak tek shëndeti mendor, kemi shumë diagnoza, të them të shekullit të fundit, të themi të ndoshta që viteve të fundit janë përhapur, është ADHD-a, do t'i flasim pak më kështu edhe më gjërësisht si sëmundje që janë. Kemi depresionin, fatkeqësisht që depresioni është bërë pak edhe monoton se si flitet tek çdo njeri dhe nuk e marrim seriozisht ata që me të vërtetë e vuajnë. Mirë po sa është e rëndësishme vitaminat, mineralet, për një të them trajtim më të lehtë. A mund t'i marrim në mënyrë organike apo duhet kalojmë në suplemente? Po. A ndihmojnë të dyja për shembull? Atëherë, po, sëmundjet që lidhen me sëmundje mendore, do me thonë kanë të bëjnë me trurin. Ndërsa truri ka nevojë për vitamina. Për shkak të prodhimit të neurotransmiterëve si serotonina dhe dopamina, që këto ndikojnë do me thonë drejt për drejt në humorin ton dhe në përqëndrimin ton. Atëherë kur dikush vuan nga depresioni, ose nëse mendon se ka ADHD, ADHD, si e the, atëherë është mirë që së pari, para se ta diagnostikojmë me këto, është mirë që t'i shohim gjërat organike, a ka ndonjë mungesë të ndonjë vitamini që mund të shkaktoj depresion. Dhe kjo është shumë interesante se po, mund të them se nëse i pranoj 100 pacienta në klinik, 90 pacienta kanë mungesë të vitaminës D dhe kanë depresion. Wow. Edhe ndryshimin që e kam pa se në fillim vje me një mungesë shumë të madhe deficit të vitaminës D dhe e suplementoj atë. Pas 6 deri 8 javë pacientët qëndrojnë të ne këtu në klinik. Ka fundi para lëshimit të pacientit e bëj edhe një kontroll laboratorike dhe e shoh një përmirësim tepër të mirë. Dhe pacienti dihet shumë i lumtur dhe më mirë.
Patjetër. Po, nuk është diagnostifikuar në fakt me depresionin, një gjë që domethënë atina i ka ndikuar, mirë po që ka qenë vetëm deficit i vitaminave. Një vitaminës të cilën mund ta ketë patur në organizëm. Kjo do të ishte edhe një thirrje publike, kështu që ta mund ta që të bëjmë domethënë analizat e thjeshta të vitaminave, duke filluar nga vitamina D, nëse nuk gabojmë që është mjaft e rëndësishme, doktoresh, cilat janë vitamina tjera që po magnezi, zinku, cilat janë që duhet ti kemi kështu elementare, Po, atëherë të rëndësishme, si që theka edhe më herët, është vitamina D, e kemi vitaminën B12, e kemi vitaminën C që është për shëndetin e kockave, e kemi si elemente magneziumin për shëndetin e zemrës, magneziumi për shëndetin e muskulit të zemrës dhe muskulit të trupit, e kemi omega-3 që është për shëndetin e trurit, do më thënë ushqimi trurit është omega-3, dhe së pari do kisha preferuar t'ju marrim një herë në mënyrë natyrale, edhe pse në kohët e fundit është pak e vështirë, për shkak të shumë faktorëve patjetër, por është mirë që të interesojmë se cila ku është, edhe ta marrim atë ushqim. Nëse ende ka mungesë, atëherë kalojmë në substituimin e këtyre vitaminave ose elementeve tjera. Doktoresh, më thuaj, mentaliteti gjerman, a shkon një herë që ti merr në mënyrë natyrale këta, apo direkt është si puna jonë, shkojmë direkt në farmaci? Vitaminat më të shtrejta, shkojmë në barnatori, blim dhe... Insistoj njerë që të trajtojnë në mënyrë natyrale për ta përmirësuar veten, apo direkt farmacia edhe i dham zgjidhje punës, problemit? Atëherë, po, mentaliteti gjerman të parën e bën gjithçka që është natyrale, do me thënë, nëse mendon që ka mungesë vitaminës D, ekspozohet në diell, provon diellin një herë. Nëse nuk ka efekt, atëherë shkon në një profesionist, si për shembull mjeku i familjes, bën një analizë gjaku, siç është rregulli. Bën një analizë gjaku dhe me rekomandim të mjekut mirën edhe vitaminat, se siç e themi, po, është e vërtetë që shiten kështu fri, si thonë, lirshëm nëpër drogeri, po këto mund të kenë edhe një toksicitet, se nëse e përdor vitaminën D në dosë të madhe, atëherë mund të helmohesh edhe nga vitamina D. Unë do doja edhe një pyetje. Gjithçka e tepruar është e dëmshme. Një pyetje urbane që qarkullon tek ne, më tha filania, këto vitamine janë të mira. A e kanë edhe gjermanët këtë? Jo, nuk kam hatur diçka. Do më thënë, fjalën e parë të fundit e ka doktori. Mjekuam. Patjetër. Por jo fqinjët. Janë një popull shumë i vetëdijshëm, me të vërtetë. Unë vetem shumë breslënse me gjermanët. Me siguri është edhe kënaqësi të punosh me pacientë të cilët e dëgjojnë mjekun dhe shkojnë sipas të rregullave. Janë njerëz kompetentë të cilët dinë se ku si udhërofyes për pacientin. Por ne më shumë dëgjojmë fqinjët edhe miqt se sa fjalën e doktorit. Dhe i lexojmë domethënë se kujt si ka ndikuar një vitaminë e thjeshtë. Dhe besojmë të gjithë. Një problematikë shumë e madhe pikërisht është edhe sepse ne të rriturit varet nga neja e dëgjojmë mjekun apo jo, kemi vetdije të plot, jemi të vetëdijshëm për jetën tonë dhe çfarë do lloj vendimi që marrim, jemi ne si të them, ne gjykohemi për veten. Por problemin e kemi tek fëmijët, doktoresh, tek fëmijët prindërit e kanë pak më të vështirë, mirë po një gjë që bëjnë shumë shpesh gabim është se diagnostifikojnë fëmijët e tyre vetëm. Duke filluar nga sëmundjet më të vështira, duke filluar edhe nga ndonjë virozë momentale, ndoshta nuk e ka ndonjë virozë, ka ndonjë deficit pikërisht të ndonjë vitamine. Mirë po si mund t'i këshillojnë pak prindërit që mos të diagnostifikojnë vetë, por të drejtohen te specialistët. Po, atëherë kur jemi te fëmijët, mund të them pasi që janë bë prind, fëmijët janë pika ime e dobët. Do me thënë të kisha një shkop magjik, do i mbroja të gjithë fëmijët në botë. Është shumë është temë delikate. Atëherë e kam vërejtur se shpesh fëmijët etiketohen nga vetë prindërit ose nga mësuesja si fëmijë dembel, fëmijë i pakujdesshëm, i painteresuar ose diçka. Po, normalisht ne si njerëz jemi të krijuar, jemi kurioz në fakt, edhe nuk është diçka normale nëse një fëmijë është i painteresuar për diçka të re në shkollë dhe këtë do ishte mirë që një herë ta kishim dërguar këtë fëmijë në një pediatër
që t'ja kishe bët disa kontrolla laboratorike që nëse fëmiu është dembel, atëherë ka mungesë të hekurit, është anemik, apo nëse fëmiu është i pa interesuar për disa gjëra, për shembull, i pa interesuar për në shkollë, a ka mungesë të vitaminës B12 e cila është e rëndësishme për koncentrimin, për përqendrimin. Ose vitamina D, nëse fëmia është pak si depresiv ose diçka, atëherë kontrollojmë edhe vitaminën D. Do ishte e rëndësishme edhe zingu për suksesin e fëmijëve në shkollë dhe kështu me radhë. Pra, do më thënë, gjdo ne që i etiketojmë, gjdo etiketim të fëmijët, mund të jetë edhe pasoj e ndonjë deficitit të vitaminave. Mungese në organizëm, sigurisht. Pasi që jemi në 4 minutat e fundit dhe kjo intervistë që është shumë shpejt, doktorish, unë do doja pak të ndalisha sepse edhe pikërisht ftesën që e bëra, ishte nga statuset e bukura dhe ato të ndjeshme që i shkruan dhe unë me të vërtet i përjetoj si kur të kem qenë edhe unë prezente aty, duke filluar nga kopshti i djalit tuaj, duke filluar edhe nga storjet anonime që qëndrojnë normalisht të pacientëve, mirë po që janë mjaft interesante. A mund të nëndash me ne një storje interesante që të ka ndodhur me pacienta që nuk do të harrosh kurrë dhe që të ka bërë me të vërtet të reflektosh edhe për profesionin tënd dhe në fund ta ndajmë një mesazh të bukur edhe për të gjithë ata që po na ndjekin dhe që i ndam të gjitha këto këshillat së bashku me ju. Atëherë po, kujtohem pak, do kisha dashur ta ndaj një temë, është e shkurt, po mendoj që është me një mesazh shumë të madh. Kishim një pacient, mashkull, diku rreth viteve 50 vjeçar, ishte inxhinier i ndërtimtarisë dhe ishte shef i inxhinierisë. Po. Një post shumë i rëndësishëm. Vjen këtu me depresion dhe kur e dëgjojmë në vizitë historinë e tij, më ka prek shumë. Domethënë, një nga kolegët e tij i ka shkaktuar mobbing çdo ditë, domethënë, duke i thënë, po, për një periudhë, diku 2 javore, siç e thot ai, duke i fol për profesionin e tij që nuk është adekuat, duke i thënë diçka, domethënë duke i fol negativisht. Dhe këto fjalë e atij kolegu e bin pacientin në depresion. Ato fjalë pas 2 viteve e bin pacientin në depresion dhe pacienti pas 2 viteve shtrihet në spital. Bëhet jo i mjaftueshëm për veten, për familjen, largohet nga puna dhe gjithçka shkon të thënë poshtë. Kjo ka pas ndikuar shumë se ne jemi një popull që kemi dëshirë edhe të dimë për të tjerët, po edhe jo t'ja duam shumë të mirën të tjerëve. Është mirë që patjetër, është mirë që të kujdesemi për veten dhe të kujdesemi për tjerët. Kisha dashur vetëm edhe një histori shumë të shkurtë për javën e kaluar që më kalon edhe shumë mbres. E kemi një kolege gjermane, është rreth viteve 75-ta. Këtu është interesant se edhe ato që janë në pension punojnë vazhdimisht, e duan punën shumë. Dhe janë fit, me të vërtet janë fit, nuk mund t'ja hapësh ti 75 vjet. Dhe ajo kolege ankohet te shefi për një kolegen time që rreth 2 javë ka punuar shumë. Dhe i thot shefit, të lutem shef, kujdes për kolegen se ajo po punon shumë dhe kam frikë se mos të shkaktojnë ndonjë sëmundje fizike ose mendore, psiqike. Kur do të ndodh kjo në vendin tonë? Urojmë që të ndodh vëdësimi i shefave i tillë. Urojmë. Fantastik. Domethënë kujdesen shumë për neve dhe kjo më jep shumë pozitivitet që të punoj vazhdimisht. Doktoresh, unë të falenderoj shumë përzemërsisht që ishe pjesë e emisionit ton në 9:11 këtu në Shkup, për gjithë miqtë e tu, të cilët po të ndjekin, edhe përzemërsisht të urojmë shumë suksese dhe uroj dhe shpresoj që do të na e lartësoni emrin si komp edhe si punonjëse në shërbimin publik për klinikën edhe për njerëzit edhe për shërime sa më të shumta që të gjej njerëzit. Urojmë të mos kemi shumë pacient, por edhe nëse ka zgjidhje. Doktoresh, faleminderit shumë. Unë jam shumë e lumtur që e rikthyen pak një copës të fëmijërisë këtu së bashku, mirë po le të kemi shëndet ju dhe bashkë me familjen tuaj dhe të shihemi vetëm për gjëra të bukura dhe të flasim vetëm për suksese. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi me të vërtetë e imja që të jem pjesë e emisionit dhe shpresoj edhe për emisione tjera të kemi edhe shumë tema më të rëndësishme për vetëdijsimin e njerëzve. Kjo është shumë e rëndësishme. Dhe faleminderit shumë. Shpresojmë që ta sollëm një copës shtëpie pak në Gjermaninë e ftohtë sot. Në puzzle. Po. Shumë mirë. Faleminderit shumë, suksese, mbarësi e gjithë të mirat ju urojmë. Faleminderit shumë. Miq dashur, ne do të shkëputemi këtu për të parë
ditën e nesërme të njëjtën kohë, të njëjtë vakt. Ju dëshiroj ditë të bukur, të mrekullueshme, edhe shijojeni maksimalisht të sotmen, sepse nuk kthehet më. Apo Asnjëherë. jo. Ritakojmë nesër në 9:11. Mirupafshim. Mirupafshim.